Parandalimi i diabetit nëpërmjet ushqyerjes së shëndetshme ka qenë në fokus të një fushate sensibilizuese të zhvilluar nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor në Korçë në kuadër të Ditës Botërore të Diabetit. Personeli shëndetësor ka ofruar falas për qytetarët, matje të sheqerit në gjak dhe tensionit, ndërsa janë ofruar gjithashtu edhe këshilla për një jetë më të shëndetshme. Sot është Dita Botërore e Diabetit dhe Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor, si çdo vit edhe këtë vit, organizon fushatë sensibilizuese për parandalimin e diabetit, për të theksuar rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme dhe rëndësinë e aktivitetit fizik, por jo vetëm, për të theksuar gjithashtu edhe kontrollet rutinë për qytetarët. Në fakt si janë rastet me diabet, edhe duke pasur parasysh edhe grup moshat, a kemi rritje të rasteve, a kemi ulje të moshës së personave të prekur? Atëherë vihet rritje e rasteve të personave me diabet, kryesisht edhe në mosha të hershme, madje edhe fëmijë, si pasojë e keq ushqyerjes dhe obezitetit i cili është i pranishëm dukshëm në ditët e sotme. Edhe për qytetarët këto lloj fushatash janë mjaft të vlefshme, pasi ata kanë mundësi edhe të kryejnë kontrolle falas. Po, kjo është shumë gjë e mirë, se të paktën e shikojmë sa e kemi, edhe është shumë mirë. Mirë doli? Mirë, dhe unë jam e kënaqur se dola mirë. Për matjen e diabetit, shumë bukur, shumë mirë. Ja se vuajnë njerëzit. Ka shumë arsye për cilat e vlerësojmë këtë iniciativë të ndërmarrë nga institucionet shëndetësore. Së pari që na e kërkon mosha që kemi. Së dyti, përderisa shikojmë që ndërmerr një veprim i tillë, shfrytëzojmë dhe rastin për të cilat ashtu. Bile kërkojmë këtë që të jetë më i shpeshtë një veprim i tillë, se jo të gjitha i kanë kushtet dhe mundësitë për të matur ndash tensionin, ndash diabetin. Gjatë gjithë muajit nëntor, specialistët e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor zhvillojnë takime edhe në shkollat e qytetit, duke ju treguar fëmijëve rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme, me qëllim parandalimin e problematikave si diabeti apo edhe probleme të tjera shëndetësore.